qysh bon kjo mu largu ka qëfar, si kem thonë, kur im këthy pej Shqipnije, se mos kom najja 2-3 javë, kur im këthy, kom thonë, ham goj shojt. Bili thesha, nga bjen e sapi, tash me hongër me lugët Dukatit. Tash me sene jem fort mirë, me të në kush ka në ngëllë të sa, ka për shteti, jemi të lirë. Po, që kjo largunja të shujt, nuk shkon kush të kush, musafir, si kur për para. As dënë me shku, as me tarë. Pishon përgjësi, se mu më ka qitë puna edhe në këty punuane për popullë që shtu në mjeshtëri. Qysh bon kjo mu largu ka qëfar, si kem thonë, kur im këthy pej Shqipnije, se mos kom najja 2-3 javë, kur im këthy, kom thonë, ham goj shojt. Bili thesha, nga bjen e sapi, tash me hongër me lugët Dukatit. Qash se nga vinë sendet, jemi shtetë në veti. Edhe Kosova është pasunike, ju mendojshim me ato. Mu bili bëshin presion, jashtë shoqja jem e thmija, pse s'na qitë jashtë. Jo, po tash jem gëzu, si u liru vendi, jem me shku, edhe mirë, vazhdoj puna, mirë, nuk është ku keq, ama dashnia pak të shejshoj është largu me të atjershit. Qështu, me të atet një njëri në mu dhe si në gjofshëm, edhe të pa në gjofshëm, u folshi me mule i bëshim me gjë, hade me najta, hade najer. Ta është që thëtë kush kujne, heq. Veç mu largu për të shejshojt. Që kjo me akesja të në. Në përgjësi jo bon, jo thëllë, ka puna, kanë punua popli. Bile me këshyrë hollë, mas lufte, që shokon e djegne. Të s'ka pas shpisë, shokon e djegne. Popli ja ka njës vetë pa e arë njëma. Pse na kanë prunë njëma. Popli jonë ka fillu punën, zdo kush me mlu o shpinë, ose me prishe me bo tjetën, se kum pas raste, dhe thëshin të atë jashtë me të adesi, bishin njëma që ashtu, në Bosne, mas luftës në Bosne, ju kemë dhënë pare për shka djeke, me një mua. Hish nuk kanë punua, i hargjetën parët. Kështu kemë vendosë, tha, me ju pru materialën ndërtimor, me ja regullu shpijat, sa të mundën, tha, po ju i agratë vetë ma fort. Edhe pisho, gjithë kanë, nuk ka nalë popli, se bulleti që ashtu. Që të largunën që ta është pak ndryshimi, si tha me të atërshit, u largu pej misie, pej jaronëve, jo krejt fort, po bukur fort. Kjo është në përgjësi.